Të nderuar besimtar, njeriu ka ardhur në këtë botë dhe kalon situata nga më të ndryshmet në jetën e kësaj bote të përkohshme. Njeriu përballet me vështirësi, përballet me siklete, përballet edhe me gjëra të bukura, të lumtura. Por Allahu Azza wa Jall na tregon, na tërheq vëmendjen që padyshim që çdo kush për njerëzve kërkon të jetojë i lumtur në këtë botë, kërkon të gjejë lumturinë, kërkon të gjejë qetësinë e tij shpirtërore, të gjejë atë rahatinë e brendshme në zemrën e tij, në shpirtin e tij, pse jo në familjen e tij edhe në mbar, në punë edhe në shoqëri. Zoti i gjithësisë a tregon që unë njeriu e kam krijuar dhe gjindet i kam krijuar që ata të më adhurojnë mua. Dhe sekreti i lumturisë është padyshim tek robërimi, tek nënshtrimi i Zotit të botëve që është Allahu Azza wa Jall. Allahu duke ditur me çfarë përballet njeriu, duke ditur edhe dobësinë e njeriu, duke ditur edhe sfidat, edhe bukuritë joshëse që janë kalimtare në këtë botë përkohshme, na tërheq vëmendjen ne dhe na tregon sekretin se si njeriu e gjen lumturinë në zemrën e tij, në shpirtin e tij. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata që besojnë Zotin, që besojnë Allahun, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit, me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Pikërisht njëkohësisht vazhdon tërheqja e vëmendjes një lidhës përforcuese ku thot Zoti i gjithësisë: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Pa ju që besoni, zemrat tuaja mund të qetësohen vetëm duke përmendur vazhdimisht Allahun Azza wa Jall. Dhe fjala ala thot keni kujdes, vini re se mos mashtroheni, se mos shkoni pas diçkaje tjetër që ju josh, që ju shmang nga përmendja e Zotit, që ju shmang nga e vërteta, ta dini thot që ju të shkoni pas çdo gjëje, por e vetëm në mënyrë që ju të gjeni atë sigurinë, qetësinë e brendshme në zemrën tuaj dhe në shpirtin tuaj, edhe në mendimin e në botën shpirtërore, është vetëm dhikrullah, përmendesh Allahun Azza wa Jall. Dhe kur njeriu e përmend ashtu siç thot Zoti që përmendeni Zotin tuaj, haptas edhe shevazi, me përulësi, përmendeni Zotin tuaj, përmendeni nga mëngjesi në mbrëmje, përmendeni shumë ju që keni besuar Zotin tuaj. Fjala dhikr do të thotë të përmendesh atë që meriton përmendje, që është Zoti i gjithësisë, që meriton sepse ai është madhështori, është më i madhi. Dhe kur ne përmendim atë, gjejmë qetësinë tonë, lumturinë tonë në botën tonë shpirtërore, në zemrën tonë. Njëkohësisht fjala dhikr është nga një rrënjë që është edhe përkujtim. Kur njeriu e përmend shpesh Zotin e tij, njëkohësisht ai përkujton edhe vetes që madhështinë e Allahut dhe i përkujton edhe vetes situatat me ato që i përballemi gjithë secili për ne dhe i përkujton vetes tij madhështinë e Zotit, sepse njeriu është një qenie e dobët dhe kur përballet me situata të ndryshme, ai harron Zotin. Prandaj Allahu thot përmendeni vazhdimisht Zotin tuaj, dhe ai që përmend vazhdimisht Zotin e tij, Allahun Azza wa Jall, gjen siguri kur njerëzit janë të udhëtuar. Ai e gjen lumturinë kur njerëzit janë të zhgënjur, janë të mërzitur. Ai është optimist kur të gjithë janë pesimist. Ai është durimtar kur të gjithë nuk durojnë, dhe ai e ndjen adhurimin kur të tjerët edhe pse mund t'i falen Zotit tyre, por nuk e ndjejnë adhurimin e tyre të nderuar besimtar. Prandaj kur shkoi një shok i profetit alayhis salam dhe i tha: "Më është vërtetësuar jeta dhe më jep një këshill që unë mos ta ndaj atë." Dhe profeti i tha: "Mbaje gjuhën tënde të lagur me përmendjen e Allahut, duke përmendur sa më shumë Zotin tënd që të ka krijuar", i tha profeti alayhis salam. Në hadith kursi Allahu Azza wa Jall thot: "O biri i Ademit, kur ti më përmend në veten tënde, unë të përmend tek vetja ime. Kur ti më përmend në një mezhlis të mirë, unë të përmend ty në një mezhlis akoma më të mirë. Kur ti hedh një hap drejt meje, unë vi tek ty duke vrapuar", thot Allahu Azza wa Jall. Prandaj ta përmendim sa më shumë Allahun Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Një ditë profeti alayhis salam i thot shokut të tij:
atë tregoj një punë që është më mirë nga gjithë punët. Që është një punë që ose e bëni ju fshin gjunahet, dhe është puna më e pastër. Dhe është puna që u ngre në gradët më të larta, i tha profeti alayhis salam. Dhe është punë më e mirë se sa ju të shpenzoni pasurinë tuaj në rrugt të Allahut, edhe të luftoni në rrugt të Allahut azza wa jalla, dhe i thanë cila është ajo i dërguar i Zotit, dhe i tha dhikrullah, të përmendesh Allahun azza wa jalla, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam të nderuar besimtarë. Pra, siguria, lumturia dhe qetësia shpirtërore na tregon Zoti i gjithësisë gjendet duke përmendur vazhdimisht dhe në shpirt Allahun azza wa jalla. Njëkohësisht Zoti i gjithësisë na tërheq vëmendjen dhe na thotë, kur jeta të është bërë e vështirë, kur ti ndoshta lexon Kur'anin por nuk e ndjen, të është ngurësuar zemra, adhurimin e bën por nuk e ndjen, e përmend Zotin por nuk e ndjen, dhe kjo është në një farë mënyrë një shmangje nga madhështia e Allahut azza wa jall, thot Allahu azza wa jall. Wa man ya'shu an dhikri nuqayyid lahu shaytanan fa huwa qarin. Ai njeri që shmanget nga përmendja ime, thot Zoti i gjithësisë, ne i shoqërojmë atij një shejtan, dhe ai nuk e lë të qetë, nuk i jep qetësi, nuk i jep atë sigurinë në botën e tij shpirtërore, në zemrën e tij, në mendjen e tij. Ai njeri faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ai njeri që shmanget nga dhikri, nga përkujtimi im, thot Allahu azza wa jalla, ne i mundsojmë atij një jetë të mundimshme, një jetë të sikletshme, kur ai është shmangur nga përkujtimi i Allahut azza wa jalla, dhe ai ditën e gjykimit do të ringjallet si i verbër, thot Allahu azza wa jalla. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Mirë për ato zemra që janë ndryshkur, që janë ngurtësuar nga përmendja e Allahut, thot Allahu azza wa jalla, të nderuar besimtar. Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wa mathalul ladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit, thot profeti alayhis salam. Ai besimtar që përmend Allahun, Zotin e tij, dhe ai që nuk e përmend Zotin e tij është si shembulli i gjallit me të vdekurin, thot profeti alayhis salam. Dhe njeriu është i gjallë në zemrën e tij, në botën e tij shpirtërore, përderisa ai ka zemrën e tij të gjallë duke përmendur vazhdimisht Zotin e botëve, dhe kur ai e përmend Allahun azza wa jall, i dalin lot nga syt dhe i drithërohet zemra e tij kur ai i thot fjalë që e madhron Allahun azza wa jall. Pra, njeriu është i gjallë përderisa ka zemrën e tij të gjallë, përderisa ai e përmend vazhdimisht Zotin e tij. Dhe njeriu që se përmend Zotin e tij, ai edhe pse nuk marr frymë si një qenie njerëzore, por zemra që është organi, qoftë ajo është në rregull, thot profeti, qoftë ajo është në gjendje të sigurt, i gjithë njeriu është mirë, thot profeti alayhis salam, dhe qoftë ajo nuk është mirë, i gjithë qenia e njeriu është prishur, është kataruar, thot profeti alayhis salam. Dhe kur zemra është e pastër duke përmendur Zotin e botëve, njeriu është i gjallë, dhe kur nuk e përmend, edhe pse ai nuk marr frymë si qenie njerëzore, por ai tashmë ka vdekur si shpirt, ka vdekur si zemër, dhe është ndryshkur e zemër, është ngurtësuar dhe nuk shijon asgjë nga punët e mira dhe nuk shijon asgjë nga adhurimi i Allahut azza wa jall, të nderuar besimtar. Prandaj edhe me xhlisul dhikr, siç është tubini sotën kur flitet për Zotin e gjithësisë, pra siç thamë është përmendje për Zotin, por njëkohësisht është edhe përkujtim, është fjalë që vjen edhe si reflektim. Edhe Kur'anin Zoti ka quajtur dhikr, e ka quajtur përmendje, sepse njeriu duke lexuar Kur'anin, ai reflekton, bëhet siçel përballë sfidave të jetës, përballë vështirësive, përballë situatave që janë kalimtare, bukurive kalimtare në këtë botë, dhe i tërheq vëmendjen vetës së tij dhe fillohet dhe lidhet fort me madhështinë e Allahut azza wa jall, të nderuar besimtarë. Dhe prandaj tha profeti, kur mlidhen një grup njerëzish dhe ata mlidhen vetëm për përmendur Zotin e tyre, ata njerëz i rrethojnë melekët e Allahut, thot profeti alayhis salam, dhe për ta zbret mëshira, zbret es-sakina, zbret qetësia shpirtërore që
është pasuria më e madhe që njeriu mund të ketë në të jetë, është që ai të jetë i qetë në shpirtin e tij, të ketë një rehati të brendshme, të jetë pa stres, të jetë optimist, të jetë i lumtur në gjithë jetën e tij të nderuar besimtar. Një ditë një grup prej shokëve të profetit alayhis salam ishin mbledhur dhe përmendin Zotin e tyre me një zë. Dhe shkon profeti alayhis salam dhe thotë pse jeni mbledhur? Dhe ai thonë, o dërguar i Zotit, jemi mbledhur vetëm për të përmendur Allahun azza wa jall. Dhe ai pyet përsëri, a vao vetëm për këtë gjë jemi mbledhur? Dhe ai thonë, po, o dërguar i Zotit, për të përmendur Zotin dhe për ta madhëruar atë. Thotë, nuk ju pyeta se nuk e di përgjigjen, por më erdhi Xhibrili alayhis salam dhe më tha që Allahu po krenohet para melekëve për atë turbin që ju po përmendni Allahun azza wa jall, i tha profeti alayhis salam. Allahu na thot në surën Al-Hadid, surja e hekur, quhet surja e hekurit. Dhe na thot: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq." A nuk ka ardhur koha që zemrat e atyre që besojnë Zotin të dritërohen, të friksohen kur ta përmendin Allahun azza wa jall. Dhe kjo ajet ka zbritur pikërisht në surën El-Hadid, që është hekur. Dhe përmendja Allahut azza wa jall heq çdo skore nga zemra që është ngurcuar përballë bukurisë, përballë madhështisë së Zotit të gjithësisë. Dhe kur ne e përmendim atë, ajo heq çdo skore, çdo ndrysh shpirtëror në zemrën tonë, çdo njohje e keqe, dhe në përmendjen e Allahut ne gjejmë qetësinë. Dhe nuk ka ardhur koha, thot Zoti, që ne të friksohemi përballë përmendjes dhe kur ta përmendim Zotin, ne ta ndjejmë, thot Allahu azza wa jall. Allahu na tërheq gjithashtu përmendje dhe na thot: "O ju që keni besuar, ja ju alladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillahi", thot Allahu azza wa jall. O ju që keni besuar, mos ju hutoj pasuria juaj edhe fëmijët tuaj nga përmendja e Allahut azza wa jall. Dhe ai njeri që është hutuar nga përmendja e Allahut azza wa jall, sepse ka shkuar pas pasurisë dhe pas fëmijëve të tij, ta di thot Allahu, fa ulaika humul khasirun, ta janë ata njerëz që kanë humbur rrugën e tyre, thot Allahu azza wa jall, të nderuar besimtar. Pra Allahu na thotë që përmendja e Zotit na jep qetësinë, lumturinë në jetën e kësaj bote. Nga ana tjetër na thotë, a nuk ka ardhur koha, ju që besoni Zotin, që kur ta përmendni të dritërohen zemrat tuaja dhe të kenë frikë përballë madhështisë së Zotit tuaj. Na thotë nga ana tjetër që keni kujdes, mos ju hurtoj që të angazhoheni së tepërmi pas pasurisë tuaj dhe pas fëmijëve tuaj, dhe kjo gjë të ju hurtoj nga gjëja më thelbësore që është përmendja e Zotit tuaj. Sepse dynjaja në gjithë punët e saj i zbukurohet njeriu ai shumë, dhe shejtani mallkuar e sulmon njeriu në çdo formë. Prandaj dhikrullah e mban lidhjen e tij me Zotin, e mban dhe e ripërtërin atë sa herë ne përmendim shumë Allahun azza wa jall. Tregohet Hisham ibn Abdul Malik, khalifja Allahu e mëshirof, një ditë duke bërë tavaf në kohën e haxhit, sheh Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, shef nipin e Omerit radiallahu anhu, e shef duke bërë tavaf edhe atë, dhe e shef me lanet e tij të grisura, me kputët e tij të grisura që i kishte në dorë, dhe kishte një veshje shumë të thjeshtë që nuk brënte as 2 dirhem, thot. Njëri shumë modest, po bërë të tavaf dhe shkoi pranë tij dhe i thot: "A ke nevojë që të ndihmoj me diçka?" Kur pa gjendjen e tij, dhe i thot: "A nuk e tur që jemi në shtëpinë e Allahut azza wa jall, dhe ti më thon që unë kërkoj ndihmë nga dikush tjetër veç Allahut azza wa jall." Dhe halifa i nderuar thot ul kokën dhe turprohet nga ajo që ndodhi, dhe e vëzhgon Salim, që ishte nipi i Abdullah ibn Omerit, që ishte nipi i Omerit radiallahu anhu, djali i Abdullah ibn Omerit. E vëzhgon derisa mbaron tavafin, derisa mbaron adhurimin, dhe ai thotë në gjyqtar për adhurimin dhe vetëm për përmendur Zotin e gjithësisë.
Dhe kur del jashtë haremit e vëzhgon halifja dhe i thot: "Të pyes tani jashtë haremit sepse në xhami e mora përgjigjen." Dhe i thot: "A të kërkoj prej nevojave të mia të kësaj bote apo të ahiretit?" Dhe halifja i thot: "Më kërko nga gjërat e kësaj bote sepse padyshim për gjërat e ahiretit ti je lutur Zotit tënd." Dhe ai i thot: "Si të pyes, si të kërkoj unë ty nga bukuritë e kësaj bote, kur unë nuk i kërkova nga nevojat e bukuritë e kësaj bote atij që e ka në dorë këtë botë, që unë nuk i kërkova Zotit tim që të jap të mira në këtë botë, dhe si të kërkoj ty që nuk e ke në dorë këtë botë, unë nuk i kërkova atij që ka çdo gjë në dorë, dhe si të kërkoj unë ty", i thot. Dhe ul kokën halifja dhe i thot: sikur unë të kisha një sundim të tillë, të kisha një pasuri të tillë si Salimi, që është nipi i Omerit radhiyallahu anhu. Këto janë shembuj të pavdekshëm, ta janë breza të artë që janë rritur në frymën e profetit alayhis salam dhe ka vazhduar brez pas brezi në brezat e hershëm të parëve tanë të mirë. Dhe këta janë situata, janë dëshmi që duhet na frymëzojnë ne dhe duhet të shërbejë si një përkujtim, si një dhikër për mënyrën se si ne po jetojmë të nderuar besimtar. Dhe padyshim zgjidhja e çdo sikleti në jetën e kësaj bote është në përmendjen e Allahut azza wa jalla. Ashtu siç një ditë shkon Fatimeja, e bija e profetit alayhis salam, me punët që angazhoi në familje, ishin bërë duart me kallo, nga punët të shtëpisë që bënte, nga punët që ndihmonte bashortin, dhe i thot Aliu radhiyallahu anhu: "Po shkoj një herë tek i dërguari i Allahut, mos na jep ndonjë skllav që të na ndihmoj pak." Dhe ajo shkon dhe nuk e gjen profetin alayhis salam, dhe ishte bashortja e profetit alayhis salam në shtëpi, dhe ajo i thot që erdhi vajza jote dhe kërkoi këtë dhe atë. Shkon profeti alayhis salam dhe i thot: "Me erdhi informacioni çfarë kishit kërkuar." Thot: "Por unë do të mësoj diçka që është më hajt se ajo." I thot Aliut dhe vajzës tij dhe i thot: "Kur para se të shkoni për të fjetur, thoni 33 herë Subhanallah. Pa jashtë do të metë jeti o Zot, i lartë madhëruar jeti o Zot." Dhe përmendja e Zotit duhet bërë me një përqendrim, duhet bërë me vetdije. Prandaj pas çdo namazi që fal muslimani është dhikri i përditshëm që duhet të bëjë, dhe kjo nuk duhet të bëhet në mënyrë pa vetëdijshme ku njeriu bën një shpejtësi të jashtëzakonshme. Por ai kur e bën dhikrin, përmendjen e Zotit do ta bëjë me një vetdije dhe ku të thojë Subhanallah, 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 dhe ke për të parë që kjo përmendje e Zotit lë gjurmë të jashtëzakonshme në zemrën e gjithë secilit prej nesh. Dhe këtë i tha profeti alayhis salam: "Thoni 33 herë Subhanallah, thoni 33 herë Elhamdulillah." Dhe kur njeriu do thojë falënderimi i takon Zotit, njeriu do të numërojë mirësitë që Zoti na jep pafund çdo ditë. Kur thuash Elhamdulillah, falënderimi i takon Zotit për çfarë? Ka dhënë jetën. Elhamdulillah ka bërë musliman, elhamdulillah ka dhënë fëmijë, ka dhënë shëndet, elhamdulillah ka dhënë shtëpi, ka dhënë siguri, ka dhënë liri që ti të jetosh shtëpinë e Zotit gjithësisë. Dhe mirësitë janë panumërshme që na jep Zoti i gjithësisë, dhe në këtë formë duhet të koncentrohet, të përqendrohet përmendja e Zotit i gjithësisë, dhe njeriu nuk duhet të jetë i shkujdesur që pas namazit ta bëjë një shpejtësi duke pasur mendjen tek puna dhe tek angazhimi i kësaj bote. Prandaj mos ju udhtoj pasuria, puna juaj dhe familja juaj, fëmijët tuaj, thot Allahu azza wa jall, nga përmendja e Allahut azza wa jall. Dhe 34 herë i tha profeti alayhis salam të thoni para se të flini gjumë Allahu akbar. Zoti është i madh. Vetëm ai është i madh, Zoti është i madh, Zoti është i madh, dhe kur njeriu e bën këtë formë përmendjen e Zotit, ajo padyshim që ndjehet në zemrën, në shpirtin e gjithë secilit prej nesh nderuar besimtar. Profeti na tregon disa shembuj se si ta përmendim Zotin e gjithësisë, ku na thot afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Dhikri më i mirë është thuar la ilaha illa Allah. Të njeriu është mënyra më e thjeshtë e bën duke ecur, e bën duke qenë shtrirë, duke qenë në punë, duke përmendur Allahun azza wa jall. Ashtu siç ishte profeti alayhis salam në çdo situatë përmendte Zotin e tij. Kur zgjoi nga gjumi para se të merrte abdes, kur shkonte për në tualet, kur dilte nga tualeti, kur merrte abdes, pasi merrte abdes, kur e dëgjonte ezanin rrugës për në xhami, rrugës për kthehej nga xhamia,
pasi falte namazin, pasi dilte nga xhamia, e gjithë jeta e tij ishte dhikrullah, përmendje e Allahut azza wa jall, të nderuar besimtar. Ai njeriu që thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ai njeriu që thot ka 100 herë, thot profeti alayhis salam, është si ku ka liruar 10 skleve. Merr 100 sevape dhe i fshihen 100 gjunahe, dhe ai njeri atë ditë është i ruajtur nga shejtani i mallkuar, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nderuar besimtarë, dhe shumë përmendje që ne i gjejmë në fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ata besimtarë që përmendin vazhdimisht dhe shumë Zotin e tyre, dhe ato besimtarë që përmendin shumë Zotin e tyre, Allahu për ata ka përgatitur falje dhe shpërblim jashtëzakonisht madhështor, thot Allahu azza wa jall. Lutim Allahun azza wa jall që të na bëjë nga besimtarët që përmendin vazhdimisht